Anira, të përshëndes. Përshëndetje. Anira, çfarë do të presim nga dita e sotme dhe si do të jetë kjo fundjavë? Po, presim që të kemi përmirësimin e kushteve të motit, do të kemi rritjen e temperaturave graduale, duke nisur nga dita e sotme dhe në vazhdim. Presim që temperaturat minimale për ditën e nesërme në Bregdet të regjistrojnë 17 dhe maksimalet shkojnë në 26, në zonat e ulta minimalet 13 dhe maksimalet 28, ndërsa në zonat malore minimalet presim të shënojnë 8 gradë dhe ato maksimalet deri në 21 gradë. Për ditën e diel dhe në vazhdim presim që temperaturat të pësojnë sërish një rritje prej 1 apo 2 gradësh. Kjo javë e parë e qershorit, pra nga data 2 deri në datën 9, presim që të jetë dhe më e nxehta sa i takon muajit qershor. Sipas parashikimeve afatmesme, muaji qershor presim që të jetë i nxehtë me temperatura të larta dhe i thatë me mungesën e reshjeve të shiut, ndryshe nga maji që i kishim prezente pothuajse ditë pas dite për gjatë gjithë muajit. E kuptoj. Ndërkohë, nëse ne themi që kemi një mot me temperatura në rritje, po era ose reshje shiu, do të kemi nga se do të karakterizohet, Anira? Nuk presim që për gjatë kësaj fundjave të kemi reshje të shiut, as javën që vjen, ndërsa sa i takon erës nuk shohim problematika të lidhura me të. Era pritet të fryjë e lehtë deri mesatare, por jo me problematika pra nuk shoqërohet me problematika. Ndërkohë, Anira, nëse ne do ta krahasojmë këtë muaj që është muaj, le të themi, që në vitet që kemi lënë pas ka qenë i favorshëm për biznesin sepse maji mbante edhe ditë të mira, duket se këtë vit është karakterizuar edhe me reshje të shiut, me kapriço, kur pastaj na është dashur nxjerrim xhaketat, pastaj ndrojmë garderobën për ata që bëjnë këto lëvizjet. Çfarë ka patur tipike ose si do të jetë kjo verë, duke qenë se po nis me temperatura në normalitet, do të thënë, shumë të nxehta sikur si kemi parë në vitet e mëparshme? Atëherë, sipas parashikimeve afatgjata, presim që vera të jetë e nxehtë, me temperatura sigurisht të larta, por pak më e freskët nëse e krahasojmë me verën e vitit që lan pas, pasi presim që temperaturat të jenë 1 ose 2 gradë më të ulta se sa vera e vitit 2024. Kjo nuk do të thotë që nuk do të jetë verë e nxehtë, pasi pritet që sipas edhe parashikimeve të agjensive europiane edhe në shkallë kontinenti, pra presim që të jetë 1 nga 3 verat më të nxehta, por do të jetë me temperatura 1 ose 2 gradë më të ulta se sa vera e vitit 2024. Kjo tani do të ngjilet për të parë për gjatë ditëve në vazhdim. Ndërkohë, Anira, po për sa i përket qershorit, a do të jetë ai një muaj i nxehtë apo do të karakterizohet ndoshta edhe nga ky trend që po lëm pas në muajin maj? Se edhe këtë nuk e përcaktojmë dot, se ka pas ditë në maj që ka qenë një vape të mërshme me temperatura të larta dhe pastaj një ditë tjetër gdhieshim me reshje shiu edhe me rënje temperaturash. Po qershori, si pritet të jetë? Atëherë, qershori presim që të jetë një muaj i thatë, jo me prezencën e reshjeve, siç kishim për gjatë muajit maj. Muaji maj në karakteristikë të tij ka praninë e reshjeve dhe po t'i kthehemi pas edhe këtyre viteve të fundit, kemi patur reshje, kemi patur edhe reshje në formë breshëri që kanë shkaktuar problematika se i takon sektorit të bujqësisë apo të turizmit. Por problematike këtij maji që po lëm pas ishte ulja e temperaturave. Kemi patur ditë, nëse i referohemi, po marrim si shembull kryeqytetin Tiranën, ka patur net pra ku temperaturat minimale kanë shënuar 9 gradë, çka do të thotë se për Tiranën janë temperaturat e muajit janar. Dhe kjo është ajo që ishte një problematikë shtuar, le ta quajmë, sa i takon ndjeshmërisë apo prishjes së komfortit për jetën e qytetarëve në shumë prej zonave në vendin tonë. Por sa i takon reshjeve, ashtu siç e thash edhe në fillim, muaji maj karakterizohet nga reshjet në formën e shiut, nuk është diçka jashtë normales,
por prezenca e tyre ishte pothuajse ditë pas dite dhe e shtuar, pra kjo del jashtë asaj pjesës së normalitetit sa i takon muajit maj. Ndërsa për qershorin, vetë si karakteristikë të muajit, ka temperaturat e larta dhe mungesën e reshjeve, i tillë përpresim që të jetë edhe ky muaj qershor. Nëse i krahasojmë javët e njëpasnjëshme të qershorit, sipas parashikimeve afatmesme, e cilësoj sërish, presim që java e parë të jetë më e nxehta sa i takon këtij muaji qershor dhe jo se 3 javët e tjera nuk do të jenë të nxehta, por presim që java e parë të jetë me temperatura 3 deri në 6 gradë mbi normë, ndërsa 3 javët e tjera presim që të jenë 1 deri në 3 gradë mbi normë. E kuptoj. Kjo pastaj do ngelet që të shikohet analiza në fund E të kuptoj. muajit. Pra, bëhemi gati se java e parë e qershorit është zjarr me temperatura dhe pastaj dhe mund të normalizohen. Por, pra, së shpejti ne do të kemi temperatura vërtet të larta për gjithë ata që mund të marrin masat dhe që janë të interesuar dhe janë shumë djegësit në fakt që ne kemi sa i takon në parashikimit të motit. Kështu që faleminderit Anira për gjithë sa solle në vëmendje, të përshëndes. Faleminderit juve.